që nuk kupton që sulmi nga ana e panderit është ndërmarr pasi që ka përfunduar sulmi prej, në këtë rast, viktimës. Pas mbajtjes përkatësisht përfundimit të shqyrtimit gjyqësor, trupi gjykues në emër të popullit ndaj të akuzuarit Jetmir Sinani, me të dhëna sikurse në shkresat e lëndës, bjen këtë aktgjykim i panderi Jetmir Sinani për veprën penale vrasje e rënd nga neni 173 par 9 par 1.5 dhe 1.11 është fajtor. Trupi gjykues i cakton dënim me burgim në kozgjatje prej 23 vite për veprën e dytë penale, mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Gjithashtu, shpallët fajtor i cakton dënim me burgim në kozgjatje prej 18 muaj apo 1 vit e gjysmë. Të akuzuarit Jetmir Sinani i llogaritet kohë e kaluar në paraburgim nga data 29/10/2023 e tutje, ndaj të njëjtit me vendim të veçantë i është vazhduar masa e paraburgimit deri në plot fuqishmërinë e këtij aktgjykimi, por jo më gjatë se sa dënimi i shqiptuar në kozgjate prej 24 vite. Sa i përket pretendimit për tronditë të fortë mendore, gjykata ka në përfundim që nuk ka. Kjo duke u bazuar kryesisht në ekspertizën e ekspertës psikiatre, doktoreshës Valbon, e cila në mënyrë të qartë, besueshme plotësisht, në mënyrë profesionale ka sqaruar se nuk ka tronditje përkatësisht, nuk ka pasur tronditje të fortë tek i panderi në ditën kritike. Për më tepër, ky ka qenë pretendim edhe ankimor në ankesën tuaj, as gjykata apelet nuk ka vlerësuar se duhet bërë reekzaminim apo revlerësim të këtij instituti përkatësisht të tronditjes fortë mendore. Sa i përket mbrojtjes së nevojshme, trupi gjykues ka vlerësuar të gjitha rrethanat e rastit, nuk është kontestuese se ditën kritike ka ndodhur një përleshje, një rraje, nuk është kontestuese se i panderi dhe shokët e tij janë sulmuar në ditën kritike në lagjen e tij, ku ka psuar edhe lëndime të lehta trupore, por trupi gjykues ka ardhur në përfundim se në këtë rast një prej elementeve të mbrojtjes nevojshme është që sulmi duhet të jetë në vazhdim e sipër. Në këtë rast, sipas dëshmitarëve edhe prova materiale, sulmi ka pushu. Të dy dëshmitarët, ditën edhe në rikonstruim, edhe në gjykim 2 herë, kanë deklaruar që në momenti kur i ndjeri fatos e ka drejtuar armën, është kthyer në vendin e tij dhe vetura ka qenë në lëvizje sipër, që nuk kupton që sulmi nga ana e panderit është ndërmarr pasi që ka përfunduar sulmi prej, në këtë rast, viktimës.